të lodhja edhe plagështia. Për shkak se lidhet me shumë prej këtyne. Kemi edhe magnezin, për shkak lodhja muskulare, lodhja që përcjellet e muskuj, që përcjellet me djersitje dhe me ngërshë muskulare, është lodhja si pasojë e mungesës së magnezit. Lodhja që përcjellet me lodhje fizike, që zgjat më shumë se 3 javë, që përcjellet edhe me probleme përqendrim, me kokëdhimbje, mund të konsiderohet si lodhje si pasojë e vitaminës D3, ndërsa lodhja fizike këputje është si pasojë e mungesës së mineraleve në përgjithësi. Më thonë, kjo është dallimi mes simptomave kryesisht të lodhjes së pranverës edhe simptomat të lodhjes si pasojë e mungesave. Vitamina D3 kryesisht ka lodhje këputje, më thonë trupit, lodhje psiqike dhe mendore, edhe ashtu thjesht është ndodh ndonjëherë për shkak jep simptoma dhe ngushtim, si lloj ankthi, përqendrimi, probleme me përqendrim, këto janë mungesa e vitaminës D3.